Ndryshimet klimaterike po ndikojnë gjithnjë më shumë edhe në qytetin e Pogradecit. Ditët e fundit, zona është përfshirë me ulje të ndjeshme të temperaturave, por ndryshe nga vitet e mëparshme, rreshet e borës kanë munguar. Kjo situatë ka bërë që rrugët urbane dhe ato lidhëse të mbeten të hapura pa probleme në qarkullim. Edhe pse moti është shoqëruar ditën e diel me rreshe shiu dhe temperatura të ulta, kjo nuk i ka penguar turistët të vizitojnë qytetin. Pamjet natyrore dhe ajri freskët kanë qenë të rejse për vizitorët vendas dhe të huaj, të cilët vazhdojnë të shfrytëzojnë bukurinë natyrore të zonës. Operatorët turistik shprehen se mungesa e borës ka lehtësuar lëvizjen dhe ka ndikuar pozitivisht në qëndrimin e turistëve, ndërsa autoritetet vendore janë në monitorim të vazhdueshëm të situatës meteorologjike. Pogradeci mbetet një destinacion i frekuentuar gjatë gjithë vitit, kur edhe në ditët me shi, liçeni i Ohrit ofron një peizazh të veçantë dhe qetësi për pushuesit. Ndërkaq, moti i paqëndrueshëm ka sjellë fluks të moshës së tretë dhe fëmijëve në shërbimet shëndetësore, ku çdo ditë po paraqiten raste me simptoma gripale dhe infeksione të rrugëve respiratore, kryesisht tek fëmijët dhe moshat e treta. Mjekët këshillojnë qytetarët të tregojnë kujdes të shtuar gjatë kësaj periudhe, të shmangin ndryshimet e menjëhershme të temperaturës, të vishën ngrohtë dhe të kërkojnë ndihmë mjekësore nëse shfaqen shenja si temperaturë, koll apo vështirësi në frymëmarrje.